Përshëndetje të nderuar. Sot do të mundohem ta shpjegoj para juve këtë një temë sa interesante aq edhe e rëndësishme, sidomos për kategorinë e njerëzve të cilët interesohen për politikën ndërkombëtare, interesohen për çështje teologjike, fetare, religjioze dhe u intereson reflektimi i një ngjarje që ndodh diku se çfarë pason më pastaj nga ajo ngjarje në arenën ndërkombëtare. Para se të filloj shpjegimin e kësaj, më lejoni të ju drejtohem me një apel, me një lutje, me një mos them me një këshill, hajde të them me një sugjerim. E dini edhe jo, sa edhe une, se jemi duke jetuar në një kohë kur njerëzit duke u bazuar shumë herë vetëm në tituj apo në lajme të shpejta, portale e gjithandej krijojnë opinionet dhe përshtypjet e tyre për tema të ndryshme e mbase edhe për tema delikate dhe të ndjeshme. Është kjo kohë kur mashtrimet nëpërmes lajmeve të shpejta dhe nëpërmes videove është bërë edhe i mundur, edhe është bërë trend jo vetëm tek ne, pothuajse gjithandej në botë. Disa shtete, kohëve të fundit, kanë filluar me e kuptue problemin e dezinformimit që bëhet nëpërmes rrjeteve sociale e portaleve të ndryshme, andaj po marrin hapa rigoroz për ta parandaluar përhapjen e lajmeve të rreme. Ngjashëm me këtë që thash deri më tani, edhe rasti i vizitës së Papës Leo, që u zhvillua ditëve të fundit në Turqi, hy në këtë rregull, apo e prek këtë shqetësim. Përse them kështu? Për shkak se nga të gjitha anët e botës, si brenda Turqisë, si në shtetet të ndryshme, janë filloi bombardimi me lajme e komente e opinione të ndryshme ku për aq sa i kam detektuar dhe për aq sa kam lexuar këto 2-3 ditët e fundit, shumica e këtyre lajmeve edhe ishin dezinformata, por edhe ishin lajme të pavërteta. Natyrisht, siç ndodh gjithmonë, nuk mungoi as konspiracionizmi. Po pse o vlla, po i beson konspiracionistëve kur ke me miliona e miliona libra e studime, e shkrime e analiza të ndryshme në lidhje me raste e fenomene e ngjarje të caktuara. Pse lëshohesh në preherin e konspiracionistëve, duke ditur se konspiracionistët s'kan kurfar lidhje as me shkencën e as me fenë, por janë njerëz me ide e fantazi të rrajshme, mashtruese, të cilat i përdorin idetë e tyre, fantazit e tyre për t'i mashtruar njerëzit. Andaj, shikuar edhe nga perspektiva fetare, e ke vlla Kur'anin shumë të qartë, të prerë, e ke sunetin e pejgamberit, hadithet e pejgamberit që janë shpjeguese të Kur'anit dhe shpjeguese se si të implementohet më mirë e më drejt Kur'anin në jetë, si të kuptohen ligjet dhe fenomenet shoqërore dhe natyrore. E ke Kur'anin, pastaj e ke opusin e pashtershëm të dietarëve që nga koha e sahabëve, që kanë shkruar, po them, miliona libra e studime, kanë derdhë mund, kanë harxuar jetë për të shpjeguar ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit, jetën në përgjithësi, shkencat e ndryshme, ajo në të cilën linden dietar, kolos të mendimit njerëzor, shkruhen vepra të cilat edhe sot e kësaj dite janë të pa kontestueshme. Pse me u lëshue në konspiracione dhe pse me i besue ti si besimtar konspiracionistëve, të cilët, prap po them, nuk e njohin as fen e nuk e njohin as shkencën. Janë edhe kundër fes
edhe kundër shkencës, natyrisht me mashtrimet e tyre për t'i mashtruar njerëzit. Kjo ke nga ana fetare. Edhe nga ana shkencore o vlla jemi. E ke shkencën, i ke shkencëtarët që kanë harxuar jetën e tyre, kanë harxuar boj, lapsi, penash, që kanë shkruar me miliona libra, me dhjetra, me qindra shkenca të ndryshme, që i shpjegojnë temat të cilat ty të interesojnë dhe të hyjnë në punë në mënyrën më të duhur. Shkencëtar ma. Nëse ke në këtan fejen, tekstet fetare, në anën tjetër, i ke burimet shkencore, i ke emrat, i ke datat, i ke faktet, i ke studimet, i ke librat, i ke fusnotat, e ke bibliografien për një shkencë. Pse more të lihen këto anash dhe ti të lëshohësh ta lejojsh vetveten me dy sy në ball, e me mendjen, me trunin që e keje në kafk, me i besue konspiracioneve. Pra, sikur lajmet e rreme, portalet sa për klikushmëri e shikushmëri, videot e rastit të cilat bëhen, edhe konspiracionistët në rastin e vizitës së Papas Leo në Turqi nuk munguan me mashtrimet dhe lajmet e pavërteta të tyre. Andaj, si që thash në fillim, më lejoni të jau jap një porosi. Edhe është bile urdhëres kuranore. Është urdhëres kuranore. Për të tretën herë po them, është urdhëres kuranore që të mos i besoni lajmeve të pa verifikuara, që të mos krijoni opinionet tuaja e përshtypjet tuaja vetëm duke u bazuar në ndonjë artikull që i qasesh rastësisht, apo nëse she ndonjë video njeri me mjekër, me shall, me sene, nga aspekti fetar, apo se qenë ka nej shkencëtar dikun në Evropë edhe në botën perëndimore, është bërë një video dhe ti pastaj ta krijosh opinionin në lidhje me çështjen. Përse ja u bëj këtë porosi? Sepse mundësia që të lajthiteni dhe të mashtroheni është shumë e lehtë dhe shumë e madhe. Keni kujdes nga ajo se çfarë dëgjoni, prej kujt dëgjoni dhe çfarë lexoni. Në fe, i ke dietarët, i ke hoxhallarët, që nuk janë të pakët të ditur që i përcjellin trendet, e kuptojnë islamin, i ke teologët e krishterë, të katolikët, të ortodoksët, të protestantët, shkrimet e tyre, studimet e tyre i ke, nëse të intereson diçka. Në anën tjetër, i ke shkencëtarët, i ke katedrat e ndryshme, o zotni, i ke fakultetet, universitetet, i ke studimet, konferencat, seminaret e ndryshme për të cilat njerëzit harxojnë jetë. Prandaj ikju lajmeve të pavërteta. Edhe nëse i dëgjon, sepse s'ke çare pa i lexuar kur të paraqiten përpara, apo kur i dëgjon lajmet në televizion apo në për debate që është bë trend me një telefon në dorë, me ChatGPT e me gjana të tjera, ta krijon aty ambientin thuti se ky është i Zoti i asaj teme, sikur të ishte Aristoteli. Ikni. Pra, bazohuni dhe drejtohuni tek ata që janë profesionalist. Dhe kjo është porosia e dytë kuranore, për çështje të cilat nuk i dini dhe interesoheni dhe janë në interesin tuaj që t'i dini, drejtohuni tek profesionalistët e lëmive përkatëse. Nejse. Çfarë ndodhi me vizitën e Papës së Vatikanit në Turqi? Pse bëri kaq shumë buj në Turqi dhe në botë? A mund të besoni, miq, se i pash një 4-5 ditë mu dash që t'i ndërpres videot e mia për shkak të një udhëtimi që isha si i ftuar në mesin e diasporës dhe të cilët i çmoj, i vlerësoj dhe i falenderoj nga zemra
fillimisht për punën që janë duke e bërë atje, për sukseset e tyre, për mundin e tyre, e në mesin e kësaj diaspore në veçanti i përmendi xhamit, ambientet e xhamive dhe hoxhallarët, që kam thënë shumë herë, janë shndrrue bashkë në institucione që porosit Zotit të jenë të tilla. Në akademi ku mësohet feja e Allahut, ku mësohet dini i Allahut, ku mësohet ahlaku, etika, morale, nga perspektiva kombëtare e jonja, ku po mësohet, promovohet dhe ruhet kultura shqiptare, adetet dhe zakonet e doket tona dhe mbi të gjitha, ku shpjegohet në gjuhën shqipe dhe fëmijëve, atyre fëmijëve të diasporës, të prindërve në diasporë, nuk u ka mbet asnjë ambient tjetër. Në gishtat të njënës dorë mund t'i numrosh në Zvicër apo Gjermani shkolla të mirëfillta ku mësohet gjuha shqipe. Janë shu të gjitha, sepse është zbe aktiviteti mashtrues i politikës e cila ka qenë dominante për vitet e tëra në mesin e diasporës, e mërgjimtarve tanë atje. Objektet e vetme dhe njerëzit e vetëm që po mirën në mënyrë intenzive në baza ditore të promovimit të gjuhës shqipe janë xhamit dhe prisit e këtyre xhamive, kryesit e këtyre xhamive dhe hoxhallarët atje. Muë i shoh se më kritikojnë ndonjëherë direkt ndonjëherë tërthorazi se pse them xhamia shqiptare. Jo më burra, ato nuk janë vetëm të shqiptarve. Mos u kapni për fjalë, sikur çdo dardh që e ka bishtin e vet. Jo në atë kuptim. Unë kur them xhamia shqiptare nuk them se të tjerët nuk falen aty, por janë xhamia të ndërtuara, të blera, të mbajtura, të financuara, të menaxhuara nga djersa e shqiptarve që flasin shqip. Shqiptarët i kanë ble ato xhamia. Edhe pse të mos thuhet xhamia shqiptare, xhamia turke, xhamia arabe, xhamia pakistaneze, xhamia britaneze, kisha gjermane, kisha italiane dhe të ngjashme. Përdorimi i këtij tokfjalshit, xhami shqiptare nuk e ka kuptimin spaku, unë ashtu nuk e artikuloj se është vetëm e shqiptarve. Tjetra të flamuri për shembull, pse të hyj flamuri në xhamia, i keni shndru xhamiat në për objekte, institucione kulturore, sene, kneje. Për ata islamofobas as që dua të flasë e kanë bërë statusin përfundimtar në lidhje me të. Pse të mos futet edhe flamuri jonë, edhe i Shqipërisë, flamuri kombëtar, edhe i Kosovës. Pse të mos identifikohet ajo xhami se është shqiptare. Pse të mos krenohet ata dhe ne me ta, se shqiptarët kanë arritur përveç prosperitetit të gjithanshëm edhe në aspektin kulturor dhe fetar që ta bëjnë një identitet të tyre. Pse të thuhet kur shkon të shtëpia me pyet bashortja, baba, nana e vladi, njeriu ku e falet xhuman, valla te xhamia e pakistanezëve, te arabët. Pse mos me thonë të shqiptarët? Dhe shqiptarët kanë arrit tani në këtë nivel që nëse përpara shpyt shqiptarin shtëpi ku e falet xhuman, i falet të turqit, të arabët, sot arabët, turqit, pakistanezët, afganët, indianët, indonezianët po thojnë se u falëm tek xhamiat shqiptare, sepse janë bërë. Unë çuditem si mundet terri i ideologjisë me e verbue njeriu deri në këto përmasa. Bashkë sikur që thot Kurani, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim e tutje. Jav ka vullos, jav ka verbu e Zoti syte, veshte, zemrat e tyre dhe ata nuk shohin dhe as nuk ndjejnë. Unë kur po i psho ato xhamia, mos them milionçe, deri në 10 milion objekt. Çfarë rregulli në hyrje aty, çfarë pastërtie, çfarë lokalet përcjellse, zyret, katedrat mrena aty, sallat për konferenca, aktivitetet kanë arrit deri në atë nivel perfeksionimi me ndihmën e Zotit dhe me djersën e shqiptarëve atje, sa
kantonet e ndryshme, komunat në Zvicër, por edhe në Gjermani, po i dërgojnë fëmijët e shkollave për të vizituar ato objekte, për të vizituar ato xhami, për të mësuar për aktivitetin e shqiptarve dhe të muslimanve atje. Sepse kanë çka me pa, kanë çka me marrë mësim nga aty. Po aty po edukohet fëmijë. Shkuarja atje me fëmijë e me familje e largon sadopak në një kohë të caktuar nga ambiente që nuk të duhej të shkonin atje. Klubet e natës përpara, ato zyret e partive politike, sidomos klubet kanë qenë vende ku janë të bush shqiptarët me alkohole, me rakije, me gjana cilat nuk do të duhej të përdoreshin, dhe tani më janë xhamijat, me shku me familje aty, me nejt, s'paku një herë në javë, 2 herë në javë, bashortet, nanat, motrat, vajzat, djemt, bashortet, prindërit, që të ndjej një ambient shqiptar, një kafe me pi, një drek, me hangër aty, një ligjerat të mirë me e dëgjue, se të ke fundit ligjerata është 15 minuta gjysore në xhami. Por ato objektet për sjellse që të reflektojnë pozitivisht në krijimin e pastaj në ruajtjen e personalitetit dhe të identitetit kombëtar tonët. Nuk ka ambientet të tjera. Ku me shku marë vlla? Xhamia këndej, xhamia këndej. Pani bëni kishat. Gjithandej bën kisha dhe shndroj si që janë shndruar xhamiat vllavijem në objekte kulturore, ku ruhet tradita. Unë do të vi aty. Unë do të vi aty në ambient. Bën e ti. Po ti nuk pe bën, ai tjetër nuk pe bën, kjo nuk bën, kjo kështu, atë lej rrugëve të ri tanë, lej rrugëve shqiptarëve tanë, mos t'ju mësohet alfabeti, mos t'ju mësohen doft në gjuhën shqipe aty, t'ju shpjegohet islami, t'ju shpjegohet feja, dashuria ndaj atë dheut, ndaj vendit ku punon, të respektohet vendi ku punon. Pra përpjekja për me i denigrue këta njerëz të mençur dhe punëtor, hoxhallarët, kryesit e xhamive, xhamatet tona atje, përpjekja për t'i denigruar xhamit tona është përpjekje anti-shqiptare para së gjithash. Është përpjekje për t'i lanë shqiptarët në djerrim që të mbjellet në ta çdo gjë përveç asaj që dohet. Ndjenja kombëtare, kultura, terbia, morali, etika, doki, zakoni shqiptar të këta, që të mos mbjellet feja islame, që të zhveshet dhe të lihet vetëm si skelet, është përpjekje që shqiptarët të lihen vetëm si skelet, pa identitetin e tyre kombëtar dhe fetar. Sido që të jetë miq. Papa shkoi në Iznik. Por, pse kjo buj ka që madhe? Mua kjo po më interesan. Pse ngjalli një buj kaq të madhe Papa Leo me vizitën e tij? Dhe që ta dini, para ta të cilët nuk e din me leje, kjo vizit e papës nuk është e para e ndonjë pape që viziton Turqinë. 5 herë. 5 papa e kanë vizituar Turqinë. 2 në kohë më të hershme dhe 3 së fundmi. Francesco, Benedikti para tij, edhe tani Papa Leo. Pse tash? Apet po them, mos ta teproj. Pse bëri buj? Shiqoni miq. Ngjarja është shumë dimensionale. Për shumë arsye. E para, Papa i Vatikanit nuk është institucion vetëm fetar, por është edhe politik. Ndikon në politikat ndërkombëtare dhe ndikohet nga politikat ndërkombëtare. Jo i imponohen agenda, jo në këtë kuptim, por është pjesë integrale e jetës në kohët kur është prezent. Pra, Papa është edhe president i Vatikanit, por është edhe lider shpirtëror i të krishterëve katolik. Kur e shikon strukturën
e Vatikanit të jeshe shtet në plot kuptimin e fjalës, sikur të gjitha shtetet. I ka institucionet e veta, emrimet, shkarkimet, marrjet në pyetje, këshillimet, konferencat, pastaj i ka e pasurit e tyre që Kisha Katolike, nëse nuk e keni ditur, konsiderohet nëse jo i pari, i dyti pos e po, ta quaj institucioni më i pasur me patundshmëri në botë. Bile ajo puna e laicizmit në Evropë kur lind, munda feja nga shteti. Tek ne përdoret feja nga shteti. Në esencë është ndarja e kishës nga politika, jo e fesë. Kisha ka qenë e atakuar, sepse kisha ka qenë shtet i cili ka interferuar dhe ka udhëheq Evropën në të gjitha rrafshet e saj për shekuj të tërë. Pra, laicizmi është si përpjekje dhe rezultat për të ndarë politikën e kishës nga politika e shteteve. Dhe këto më pastaj edhe lind, jo vetëm si kjo arsye, por edhe për shkaqe të tjera, pastaj lind medhhebi tjetër në krishterim që është protestantizmi. Unë nuk pritoj që me i quajt medhhebe. Ortodoksizmi, protestantizmi, katolicizmi dhe të tjera që janë me pak ndikim dhe me pak numër, por fjalën medhheb këto mos e kuptoni në atë kuptimin klasik islam. Medhhebet në islam janë më të parafërta mes vete, medhhebet fikhiste, për shembull në jurisprudencë, ose medhhebet në akaid, në kelam, shkolla, koncepte, pikpamje. Medhhebet katolicizmi, ortodoksizmi, protestantizmi në krishterim janë më të theksuara në divergjencat e tyre. Mos them sikur fe të pavarura veprojnë. Gjithsesi, Kisha Katolike, pra, është ajo e cila në një mënyrë apo tjetrën ndikon dhe rezulton me lindjen e laicizmit. Të ndahet politika shtetnore e Kishës së Vatikanit dhe politika shtetnore të shteteve kombe që po krijoheshin sidomos pas marrëveshjes së Vestfalis. Marrëveshje kjo, e dini, e kam shpjeguar edhe më parë, që mbahet në dy vende të Gjermanisë, në Münster dhe në Osnabrück. Për shkak dy vende, sepse shtetet pjesëmarrëse në atë marrëveshje për shkak luftave 33 vjeçare që i kanë pas, luftat më shfarosëse, nëse nuk e llogarisëm luftën e dytë botërore që ka ndodhur mes kombeve evropiane. Do nuk kanë shkuar në Münster sepse Münsteri i takon kësaj, suedezët jo s'po dojmë na në Osnabrück po shkojnë në Münster, por gjithsesi si marrëveshje e Vestfalis që njihet me këtë emër, sipas rajonit ku janë këto dy vende, fillon krijimi i shteteve kombe dhe koncepti i shtetit komb, të cilin ne sot parafërsisht e njohim. Pse bashkë këto ditë papa në Turqi? Sipas të gjitha gjasave, si vjet është 1700 vjetori i mbajtjes së konsejit të Iznikut, që në terminologjinë teologjike të krishter njihet si konseji i Nikeas. Nikea, pra, që e kemi mësuar për libra, është Izniku. Në Turqi quhet Iznik, qytet në Turqi. Një kohë e ka pas marrë uje, Termeti i madh i vitit 702, pastaj Termeti tjetër i vitit 1200 diçka, dhe Izniku mbulohet me ujë. E merr ujë dhe bëhet si liçen. Tek vonë, pas vitit 2015, nduket 2016, uji fillon të tërhiqet dhe dalin pastaj në sipërfaqe objektet në të cilat është mbajt konseji i Iznikut apo konseji i Nikes. Ky konsej është mbajt në vitin 325. Megjithëse thuhet se në konsejin e Nikeas janë përzgjedhur 4
Ungjillet, 4 ingjilet nga 313 sa kanë qenë në duart e besimtarëve të Krishtit në atë kohë, në Konsejin e Nikeas përgjidhen vetëm 4, i Johannes, i Matës, i Lukës edhe i Markosit, dhe të tjerët digjen, shkatrohen, prishen, grisen që të mos ekzistojnë. Me gjithë që thuhet kështu, unë mendoj se në Konsejin e Nikeas nuk është bë unifikimi i ingjileve, bazuar në leximin tim paraprak të mëhershëm. Në ky unifikimi i ingjilit në 4 kështu është bërë në një takim tjetër të cilën e thërret perandori i atëhershëm Konstantini, që thuhet se është me prejardhje shqiptare apo me prejardhje ilire. E që besa, shikuar nga kjo perspektiva kombëtare, etnike, tjetër është që të na çdo gjë po fetarizohet nga perspektiva fetare. Për shembull, një katolik shtire ki me gjetën, një katolik pak ma praktikant, mos thëmë ma ekstrem, shtire ki me gjetën me lavdru një ftyrë shqiptare që i takon proveniencës islame dhe anasjeltas. Por, shikuar nga lartë, të kesh perandor në perandorinë romake me prejardhje ilire, është nderi i madh për pasardhësit e ilirëve dhe domethënë për shqiptarët sot. Megjithëse që perandoria romake është ajo e cila jo që e ka pushtue ilirin, por e ka shlype i hartës. Shumë pak mundesh me gjetë ndaj tas, ndaj diçka, ndaj monument arkeologjik në tokë që e ka lanë perandoria romake. E ka shly kulturën dhe civilizimin ilir. A unë në një video nga s'pata folur se ilirët në atë kohë kanë qenë të njohur dhe kanë qenë bosat e botës në 2 segmente. Në detari, kanë qenë së di cili shtetë sot në botë i njohur me prodhimin e marinës. Kjo Holanda nuk e dije, po kanë qenën të themi Holanda e asaj kohe. Ilirët kanë prodhuar anije, se ju kanë dashur edhe për nevojat e veta, po i kanë shit botës anije dhe kanë qenë të njohur në vesh mbatje. Pelerinat ilire janë ato që fillimisht i përdorin perandorët romak, pasi e pushtojnë ilirien e më pastaj lejohet që të vishen, që t'i përdorin të gjithë njerëzit të cilët kanë pas pasuri. Nejse, megjithëse që Roma pra e ka shkatërrue perandorin apo këtë kulturën, civilizimin shqiptaro-ilir atë botë, në mesin e tyre ka pas edhe 3 perandor me prejardhje ilire, një ndër ta është Konstantini. A është mbajt në vitin 310 apo 325? A është vendosur këto apo këto çështja e ungjejve? E lash si shpjegim pak të rumbullaksuar, por ajo që dihet saktësisht është se në Konsejin e Nikeas është vendosur ajo që na muslimanët e quajmë amentu billahi. Amentu i të krishterëve. Është vendos saktësisht çështja e Trinitetit, se Zoti si Zot, a është i krijuar a nuk është i krijuar, a lind a nuk lind. Isa, Jezu Krishti, a është i biri i Zotit biologjik, apo i biri i Zotit nga dashuria, apo është manifestim material i Zotit, apo çfarë ka ndërlidhje, çfarë ndërlidhje ka këto. Pastaj çështja e Ruhul Quds, e shpirtit të shenjtë, a është ndërmjetësuesi midis Zotit dhe të birit të tij, apo këtyre zotnave, apo këtij Zoti në 2 formate, siç thot ky filozofi holandez Spinoza, natura naturata dhe natura naturans. Nuk e pranon dualitetin e Descartes, por thot se kjo botë është një, por me 2 forma.
natyra e krijuar dhe anën tjetër natyra që krijohet. Natyra e krijuar dhe natyra që krijon. Natura naturata dhe natura naturans. E kum pas thonë një herë, ndjes që po përmendni kështu e kam thonë, por e dini kronologjia e videove të mia që është ndalidhe mes vete, se sado që në një kohë ka pas përpjekje në Evropë për ta larguar rolin e fesë. Fillimisht rolin e kishës, feja deri në ditët e sotshme ndikon shumë në dy dimensione të jetës. Në dimensionin filozofik. Ha duke e pranuar, ha duke e shpjeguar, ha duke e kundërshtuar, ha duke e refuzuar rolin e fesë dhe të Zotit, zhvillohen koncepte dhe shkenca të ndryshme në filozofi dhe e dyta në rrafshin social. Aty ku është feja si një komponent e rëndësishme e njerëzve dhe si një element i rëndësishëm shoqëror, vetëm në vende si këto, që nuk është e domosdoshme, por vetëm në vende si këto mund të krijohen civilizime. Civilizimet pa nuancën, pa ngjyrën, pa dimensionin e fesë nuk mund të krijohen shumë. Ke popoj të mëdhaj, për shembull, në botë, që kanë pushtuar toka e rajone të ndryshme mongolët, por s'kan mujt me kriju civilizim. Nuk ka diçka që quhet civilizimi mongol. Janë hordhit mongole, janë teritoria apo perandëria më e madhe në historinë e njerëzimit. Pej kufive të Japonisë deri te Berlini. Krejt Azijën e gjysën e Evropës e ka pas perandëria mongole e Gjingis Khanit dhe më pastaj. Pra, fuqi po, perandëri po jo civilizim. Ke civilizim islam, ke civilizim kinez, ke sumer, ke mesopotamian, ke civilizim perëndimor, ke civilizim të krishter, ke civilizim të perandërisë osmane. Përse? Sepse këto civilizime, që janë tërësia e kulturave të kombeve dhe etnive dhe popojve që e përbëjnë atë strukturë, këto civilizime në substratin e tyre kanë nuanca të fesë. Refuzimi i fesë nga jeta shoqërore, nga kjo perspektivë e analizimit të civilizimeve dhe temës që po flas, don të thotë të lihet populli, kultura e një populli skelet, pa mish, pa frym, pra i mangët. Në Nikea, pra, miq, flitet për i vihet baza trinitetit të krishter. Dikush nga jo mundet me pyet, po pse nuk e boni Isa, Jezu Krishti këta? Kjo vlen tash për frekuentuesit e literaturës islame dhe për besimtarët musliman. Këto shka po du me thonë tash, se më kuptoni ma letë. E dini se Muhammedit a.s. i vije shpallja në përmes Gjibrilit. Pra Gjibrili është ndërmjetësues midis Zotit, Allahut dhe Muhammedit apo njeriut. Kurani zbret në Lauhi Mahfuz dhe nga aty ta quj me këtë terminologjin e tanishme, përkthehet apo përpunohet që ta kupton njeriu. Pra, Injili, kjo Kurani është fjalë e Allahut, e përpunuar nga Gjibrili me rekomandimet, urdhresat dhe providencën, kujdesin e Zotit në gjuhën që e kupton njeriu. Përndryshe, nëse njeriu do ta kishte kërkuar drejt për drejti, do t'i ndodhte Muhammedit a.s. sikur Isës apo Musës, kur dojnë me e pa Zotin dhe shqiqet e kodra, pastaj Zoti e lëshon rrezën e vet, atje shkrihet kodra dhe thet të besoj o Allah. Pra, një far lehtësimi. Tash, Kurani është i zbritur çështë, por jo dhe Injili. Po flas nga perspektiva e teologjisë së krishtere. Pra, duke u bazuar edhe në teologjinë e sidomos në teologjinë e krishtere. Injili sot dhe i atëhershme nuk është shpallje në kuptimin e shpalljes si tek Kurani, por në fakt
është rrëfime mbi Isën. Rrëfime rreth asaj se çfarë ka thënë Isa. Rrëfime mbi jetën dhe veprimtarin e Isës. Si till, me që Isa a.s. nuk le pas vete atë që e le Muhamedi a.s. Kur'anin, nga perspektiva e studimeve islamike, mundësia e falsifikimit, e ndryshimit, mos thon falsifikimit, po e shpërputhjes, shpërmoqjes se Injilit ka qenë tepër e madhe. Andaj, 300 vjet pas vdekjes së Isës, Jezu Krishtit, a Isa a.s. ka vdek që aty në vitin 33, i lindër është në 1, për këtë arsye dhe fillon epoka e re e numrimit të kohës, para Isës, mas Isës, para Krishtit, mas Krishtit. Pra, gjatë qësaj kohë, në vitin 70 paraqitet një far Injili i një Markosi, i Markut. Edhe, tamam, në vitin 70, fillon të përhapet në mesin e besimtarve të krishter, por në ndërkohë, perandoria romake e madhe, fillon të përhapet krishterimin në gjithë perandorinë romake, në Antakya, në Efes, në Kutsi Sherif, në Jerusalem, pastaj në Ballkan, nëpërmes ilirëve futet krishterimi këto, ose nëpërmes tokave ilire vje krishterimi në Evropë, e nga kjo perspektiv, evropianët, qytetrimi i krishter evropian, i obligohet shqiptarve, tokave shqiptare, dhe do të duhej të ruheshin edhe më shumë, për shkak të kontributit që e kanë dhënë këto toka, ku nëpërmes tyre futet drita e krishterimit të atëhershëm në Evropë. Gjatë kësaj kohe, me që nuk kalon tekst të shkruar Isa si shpallje, siç është Kur'ani me Muhamedi a.s. mundësia e paraqitjes së 300 e tepër ingjilave bëhet e madhe. Këta ingjil, pastaj leximi i tyre, Ariusi për shembull në Aleksandria atëherë, si pjesë e perandorisë romake, fillon të debatoj, diskutoj, shpjegoj çështjen e Trinitetit. Edhe ai thotë se Isa është krijesë e Zotit. Në rastin konkret është profet i dërguar si profet i Zotit. Nuk është vetë Zoti. Debatet si këto përhapen aq shumë në perandorinë romake sa Konstantini urdhëron që të mbahet fillimisht Konseji Nikeas, që të mblidhen hebrejt, priftërinjt, teologët e ndryshëm, njerëzit e dijes së krishter atëherë dhe të vendosin vëlla punën e Isës. Shka puna e tij, Zota, djali i Zotit, shka është, ku është roli i edhe mblidhen nga të gjitha këto anë aty, edhe vendoset në Nikea, në Konsejin e Nikeas, çështja e Trinitetit. Ndërsa çështja e Ingjilave apo e Biblës vendoset hiç më pak se 30 vjet më tutje. Pse e bën Konstantini këto? Sepse fillon një debat, një konflikt edhe fizik midis të krishterëve në lidhje me atë se çfarë është Isa. Pra bëhet problem social, bëhet problem politik, lufta gati të hapën në mes të qytetarëve të perandorisë romake, andaj ndërhyrja e politikës në vënien në përfundimin e këtij debati ka qenë mëse e domosdoshme dhe këtë e bën perandori Konstantin. Në rregull, kjo është Nikea, kjo është historia 1700 vjeçare. Por, pra po kthehet te pyetja, pse boni buj? Pse kaq shumë zhurmë? Meq, thash se në vitin 700 1000 diçka Termetje është fut në rrugë Nikea edhe është zhdukur, pastaj ka dalën prapë në 2015 në 2016 kur
tërhiqet uji. Është e rëndësishme për shkak se për herë të parë pas 1700 vjete mahet një mesh në Nikea, në Iznik. Dhe kjo shkaktoi një debat të papar në qarqe intelektuale, politike, diplomatike brenda Turqisë dhe jashtë. Nga njëra një krekosje se ja po vije krishterimi të baza e vetë, aty ku është vendos themeli I Trinitetit, e në anën tjetër një frikë e muslimanve, e turqve, edhe si këmbë, edhe si musliman, se nesër mund të pasojnë kërkesat të tjera edhe për Aja Sofin dhe gjanat të tjera. Sepse në këtë konsejin e Nikejes, që u mbaj tash, që kjo meshe e Nikejes, e përmena arsyën e parë, për shkak është kaq interesante. E dytë është, për shkak se për herë të parë, pas 1850 vjete, bota katolike me botën ortodokse e mon një meshë të përbashkët. Shqyqën ja? Pas 1800 vjete, bota e krishte, katolike dhe ortodokse e mon një peshë të përbashkët. Kur dahet katolicizmi pej ortodoksizmit, kur ma nuk kanë mujt me ardhë në ujdi, deri në ato përmasa sa edhe meshën, këtë namazin ton që e kemi në islam, ta bëjnë të përbashkët, sepse ndahën konceptet mes tyre për te të qenurit me dheb, apo frakcion, apo sekt, si fe të pavarura. Një frikë shtesë për muslimanët e Turqisë. E treta, ajo shka e boni edhe më interesante është se në përgjatë meshës aty, Papa Leo e shpalli Nikejen, vendin aty, si vendi I shenjt I krishterimit. Dhe kjo I tendos Turqit. Se nëse ka qenë Aja Sofia dhe javë kanë marë, dhe e kanë bo një për xhamive më të njohura në Turqi dhe në botë, në anën tjetër ju fut uje, I shpërthej uje të raka dhe ju futën të krishterët nga ana, nga kanali I Nikejes, pretendim kë, frikjo, shqetësim kë I turqve aty. Megjithatë, shikuar nga perspektiva pozitive tani. Thash, I kam lexuar numra mos përmeni se edhe po janë të pabesueshëm vallahi, qysh po muj me thonë për shembull 50 studime serioze, ose 100 I kum lexuar për 3 ditë. Por, 2 anët I kam trajtue. Ata të cilët e pan me pozitivitet këtë vizit, dhe ata të cilët e pan me negativitet. Tash, nga ana tjetër, qarqet diplomatike dhe politike turke, të pandikuara nga opinionet islamistike, dalin dhe thojnë se as pak nuk dohet të na shqetëson kjo punë. Për shkak se ne po presim një papë, e papa është president I një shteti dhe lider shpirtnor I 2.5 miliard të krishterve. Bile mos thom 2.5 miliard, se të krishter janë 2.5 miliard, si pas statistikave me gjithë që variojnë. Gjysa e këti 2.5 miliardshit janë katolik, 1/3 që mbetet atje janë protestant, që aty 11-12% të krishterve janë ortodoks dhe të tjeret ju përkasin koncepteve dhe shkollave të tjera. Pra, presidenti I Turqisë e ka prit një president të një shteti. Një, e dyta, ku ka forcë Vatikani që të ndikoj deri në përmasa sa të tund politikën e brendshme, ku ka forcë Vatikani sa të pretendoj teritore brenda kufive të Turqisë, sa të bëj të shqetësohet populata dhe politika, diplomacia e ushtria e Turqisë, dhe treta, në Turqi është
analizu një moment shumë i rëndësishëm. Po thuhet aty se, edhe këtë ta përmeni, para se ta flasë këte, një 20-30 burime i kam pa gazeta të njohura në botë, me analizat të dëshme. Ti të që të tutin, të friksojnë, zbarkoj kështo, e theu kështo, e boni kështo, pra një farë fryrje e panevojshme në ngjarjes, ose ndoshta është, e une nuk arri si një Mustaf që jam, nuk arri me i kuptua ato metastaza, ato metarreshta, ato nënreshta të këtyre raporteve. Nejse. Papa aty në Vatikan, ardhja e tij u pa pozitive edhe nga një perspektiv tjetër. E analizojnë se bota e krishter është duke kaluar në për një periudhë jo tranzitore, por një periudhë shumë të rëndë, me turbulenca të mëdha, nga perspektiva teologjike, po them, jo nga perspektiva geostrategjike e fuqisë shteteve, fuqisë armatimit. Të krishterët orthodoks i janë drejtuar qabës së tyre, Moskës, dhe po e konsiderojnë si qabet të tyre. Protestantët i janë drejtuar Washingtonit. Bile një numër i protestantëve ka fillu të lëviz nga osi, nga boshti i vetë dhe janë duke rshqit ka cionizmi hebrej, ku cionizmi tani më është një bashkëdyzim në shumicë protestante dhe në pakicë hebreje. Pra, janë duke lujt nga bazamenti teologjik i tyre, po shkojnë ka cionizmi. Përderisa protestantët dhe cionistët këndej, ortodoksët këndej, me gjithë numrin e madh të katolikëve, kisha katolike e ka humbë barabarin, bazuar në çdo analiza që po i përmendja, e ka humbë barabarin, e ka humbë peshën, me gjithë peshën e madhe në patunshmëri që e ka në botë. Institucioni numër 1-2 më i pasurin në botë me patunshmëri, që nga kohët e lashta, si në Afrikë, si në Amerikën Latine, sidomos në Amerikën Latine, në Evropë, në Australi dhe Gjetio. Dhe Papa shkon në Turqi me një farë mënyre, jo me lyp ndim, por bazuar në atë që e thot në mesh, dhe bazuar në fjalin e Papës Leo që ja thot Erdoganit në takimin e tij, tekun krijohet një përshtypje se kisha katolike është duke lyp krah. E mos ndoshta po i vije ky krah nga Turqia, nga politika turke. I thot Erdoganit Leo, Papa Leo, se Turqia dhe ju, president i Turqisë, jeni fuqia kryesore, tekstualisht, fuqia kryesore, balancuese e konflikteve gjeokulturore që po ndodhin në botë. Andaj mundemi së bashku që ne ta luajmë rolin e balancave gjeopolitike, gjeokulturore, gjeofetare në botë. Një farë kërkese e një mbështetje dhe një kërkesë për një bashkëpunim më të madh. Për të i kësaj, miq, ajo që e bën interesante këtë vizit, miq, është edhe, është sinkronizim, arasi nuk e dije, por në kohën kur ka pjesa perëndimore e Turqisë zbarkon Papa Leo, në pjesën lindore të Turqisë zbarkon Barezani, lideri i rajonit kurd të Irakut verior. Në Gjizre. Mu nuk më do këtë rastësi, sepse do ta kishte parandaluar ndoshta shteti turk. Por, shiqoni tash, që ky Barezani nifet si mik i Papa Franceskos.
Papa Francesco, i cili e paskalon amanet që të shkohet në Ikea, por s'ka mujt me shku vetë, sepse është mu edhe ka shku në atë botë ma, e tash që ky Papa Leo për ja qënë amanetin porosin në vend, po, që ky Papa Francesco njifët si një ndër papatët më të ashpër kundër Turqisë. E ka kritikuar politikën turke shumë, edhe ka folë kundër Turqisë shumë, mbase në një vend thotë se 3 gjenocide i një historia e njerëzimit. Më të mëdhat, i Stalinit, i Hitlerit dhe gjenocidi turk mbi ermenët. Ku thot se janë vra apostoj, janë vra kardinal, janë vra fëmi, foshnje, janë vra gra, janë shem kisha, janë vra ermen nusejrit e sene. Do me thënë, Turqien e ka qitë një target si një shtet kulsheder. Në kohën kur, para 4 vjete, Papa Francesco e viziton Stambollin, Turqin, në të njëjtën kohë Barezani e viziton jugun e Turqisë atje, juglindjen e Turqisë. Shiqani çfarë koincidence. Para 4 vjete, të dy, Papa dhe ky aty, pas 4 vjete, Papa apet Barzani aty. Pse bën indikative këtë vizit? Sepse, kur para 4 vjete, Papa Francesco e viziton Turqin në veriun e Irakut, administrata kurde në veriun e Irakut e shtyp një pull me foton e Papës Francesco dhe në atë pull e vënon hartën e Kurdistanit, një pjesë, 1/3 e Turqisë brenda asaj harte, edhe i dhurohet më pastaj ajo pull Papës Francesco, edhe 22 qytetet më të mëdha të lindjes dhe juglindjes së Turqisë përmblidhen në atë hartë brenda pullës që e shtyp Barezani. Barezani në fakt, që ky shka tash, është djali i Molla Barezanit, i cili ka qenë një ndër armiqet më të përbetuar të shtetit turk pas themelimit nga Kemal Atatürku e INN e pastaj Xhelal Bayari si i treti president i Turqisë. Që nga ajo kohë, që kjo familja Barzani janë njohur me përpjekjet kryengritjet e tyre në vitin 1923 shpallet Republika, 24 kushtetuta, në vitin 1925 me njerë kryengritja e Afrinit, pastaj e Arit, 1927, pastaj 1930 një kryengritje e re, 1932, 1936 kryengritjet kurde dhe ermene, të cilat nxiten nga jashtë, mbështeten nga jashtë, por që Turqia e atëhershme i shtyp të gjitha. PKK-ja, Partia e Kurdistanit, Partia Popullore e Kurdistanit, me preferenca komuniste, PKK-ja e Abdullah Öcalanit është mbetje e çatyre lëvizjeve kurde të familjes Barezani. Dhe pasi e viziton Turqin, Papa Francesco e viziton edhe veriun e Irakut dhe e përshëndet Barzanin për dhuratën që ja ka dhënë dhe për ato tjera. Pastaj e viziton edhe Armenin dhe nga Armenia e bën atë deklaratën skandaloze, të cilën sapo e thash, se historia e njerëzimit i njeh 3 gjenocidet më të mëdha. Gjenocidi i këtij Stalinit, gjenocidi i Hitlerit dhe gjenocidi turk mbi ermenët dhe të krishterët. Që të ju kujtoj një fakt, se kjo, më thëmë, nuk qëndron, por një informacion gjitas me këtë. Kej thëshka po i thëmë në hijen e vizitës së këtij njeri, përshka është buj. Unë jam gazetar, vlla, me shpjegua një çështje, hini dole, shtini dorën xhep, i foli si foli, ato janë çështje të raporterëve me vlerë natyrisht, edhe ato e kanë domethënien e tyre, protokolin me shpjegue ka vlerë, por unë po du me usil rreth bërthamës dhe implikimet e kësaj vizite rreth kësaj bërthame. Tash, Papa Francesco e bën këtë. Megjithatë, miq, është shumë interesante
se edhe 4 papat e parë që e kanë vizituar Turqien, nuk është lejuar kur që të mbahet mesh e krishter në rajonin e Turqisë. Ataturku e refuzon kategorikisht, thët kurrën e kurrës, se bëhen kërkesa. Nuk e refuzojnë edhe të tjerët. Xhelal Bajari, kur e viziton për herë parë, presidenti i parë i Turqisë që e viziton Vatikanin në kohën e atij Gjonit, Papa Gjon, që nifet si Papa Turk, se është një kardinal që ka shërbye për dekada në Turqi dhe pastaj nga viti 1958-1963 bëhet Papa i Vatikanit dhe është rrit në ambient turk. 39 vjet ka jetuar në Turqi. Dhe kur në vitin 1932 kjo bihet ligji i veshmbathjes në Turqi. Nuk guzon me vesh këta do të me mdej shapkën, kostumet në punësit e shtetit me kravata me sene, ndalohet bartja e gjybës, e shallit në për rrugë, hoxhallarët kanë drejt me mbajt vetëm në për evenimentet e caktuara, organizimet e caktuara dhe brenda xhamive dhe të tjera sa rëke ai tjetri. Në këtë kohë nuk ndalohet vetëm çdo pjesë islame, veshmbathja islame, por i prek edhe fet e tjera. Që ky papa që më vonë bëhet pap, miq, është më interesant. Që ky prifti që ka shërbyer në Turqi, emrin e ka pas Angelo Giuseppe Ronxalli. Është i pari jo musliman, klerik. Në islam nuk ka klerik, po i pari klerik, fetar, jo musliman, i cili në rrugë me kërkes dhe me ligj të Ataturkut del me kostume, me kravat. Kur dëgjon Ataturku se filan fisteki e ka respektu ligjin dhe po e promovon atë çka po e kërkon kushtetuta e Turqisë, robaqepsit të tij privat, Ataturku e porosit atë me ja kep 2 kostume që ti Giuseppes, Angelo Giuseppe Ronxallit, edhe ja dërgon një shapk, një pelerin, edhe 2 kostume me kravat. Katllëqen e thojmë në Gilan. E përmenaj më pastaj se përveç ditëve më të mira të jetës që i kam kaluar në një bashkëpunim të ngushtë me turqit, që s'kam pas probleme kur asnjëherë, bile thët, ditët e perandorisë, ditët e Republikës Turke, megjithëse nuk e arrin nivelin e homogenitetit, e afërsisë, e jo konflikteve, e jo urrejtjeve të perandorisë osmane, edhe në kohën e Republikës Turke nuk ka pas probleme mes të krishterëve dhe muslimanëve, përveç koha kur grekët e ata i bojnë luftat me turqit. Po du me ndërlidh qëto, edhe pse u zgjat shumë, po du me ndërlidh qëto një moment. Që ky Angelo Giuseppe Ronxalli më pastaj bëhet papa Gjoni i 23 dhe e mban një raport të mirë. Kritikët e vizitës së tanishme të Papa Leo thonë se edhe ata papallar, edhe ata i kanë respektua ligjet në fuqi të Turqisë, bile e kanë respektuar edhe marrëveshjen e Lozanës në të cilën shkruhet se nuk guxon të mbahen mesha të krishtera në territorin e Turqisë dhe e thënë ligjin e marrëveshjes së Lozanës, mesha e këtushme. Summa summarum, të nderuar, shikuar në përgjithësi, unë e konsider, ka shumë shka të flitet, shumë çka të flitet, një material ndoshta për një video 3 orëshe, sepse prek edhe aspekte teologjike, unë e konsideroj një ndër vizitat më të rëndësishme dhe shumë dimensionale. Por, në të njëjtën kohë them se i përgjigjem atyre që e shikojnë këtë vizit me syn negativ, se Turqia është e aftë dhe ka përvojë shtetnore minja 2000 vjeçare.
cili do president i huaj, cili do lider shpirtnor qoftë apo politik që e viziton Turqinë, nuk më mërmenja se mund të ndosë politikën e brendshme të Turqisë apo pozicionin e saj në arenën e kombëtare, siç pretendohet nga shumë pesimist të kësaj vizite. Deri në një video të radhës, mirëmbëjtje.